Kepi po vazhdim atëherë. Pjesa tjetër më bashkohet në video, unë kam të hapur linkun. Dëgjohem gjithë? Që se mund të jepni një konfirmim, lutem? Po, dëgjoj. Okej, të prezantim të shkurtër të Canvas, të elementoj një ditë shkurtër, pastaj vazhdojmë në dyqanin online të cilin ndërtoj. Do e bëj share screen, më thoni në momentin që do e shikoni. Ju është shfaqur? Në qoftë se është shfaqur Canva. E shikoni ekranin tim? Nëse mund të jepni një konfirmim. Është pak vështirë për ata që janë në telefon. Grupi më dëgjoni? E shikoni pjesën e Canvas? Po, çdo gjë është në rregull për momentin. Okej, faleminderit. Se po prisja të kisha një reagim nga ju që ta fillojmë tamam. Ja, çdo gjë është okay, vazhdoni. Shumë faleminderit. Kjo është atëherë edhe një herë faqja kryesore e Canvas. Siç kam thënë dhe herën e kaluar, po bëj edhe një përmbledhje shkurtimisht edhe këtë herë që Canva është një mënyrë që mund të bëjmë pafundësi dizajne, dokumente, prezantime, postime për rrjetet sociale, broshura, flyers, çfarëdo lloj gjëje që t'ju vinë në mendje, fletpalosje, business cards, card vizita, domethënë çfarëdo lloj gjëje që ju keni nevojë ose ju duhet e gjeni në Canva. Dhe mundësitë ose lehtësiat që t'jep Canva është në gjitha këto template, në gjitha këto dizajne, në pjesën e brandimit, domethënë ju një nga postimet që mund keni ose një nga dizajnet që dëshironi mund ta brandoni, mund t'i vendosni ngjyrat e logos tuaj, gjithashtu mund të editoni pjesën e shkrimeve, domethënë çfarëdo lloj gjëje që t'ju vinë në mendje, mjafton të dini ta përdorni dhe keni të mundur. Nuk ja pranojmë të pjesën tjetër që po vjen, okay. Edhe nëse nuk keni vetëm pjesën e size-eve që ju duhet, thash edhe herën e kaluar që këtu mjafton të klikoni custom size, të vendosni madhësitë e templatit që është kërkuar nga puna, nga një biznes i caktuar, ose doni ndërtoni juve diçka nga fillimi, po keni disa përmasa ose hapësira që ju doni ose varet nga gjëja që keni për të printuar, postuar, mund ta vendosni këtu pjesën e përmasave dhe mund krijoni templatin e ri nga fillimi. Siç thash, kjo është pjesa kryesore e Canvas. Këtu, siç e pat, keni infographics, photo collage, domethënë çfarëdo lloj gjëje që mund t'ju nevojitet për të krijuar, janë dizajne të gatshme që më pas ju i merrni dhe i editoni sipas dëshirës ose sipas kritereve që ka biznesi me cilin ju punoni. Ju tregoj edhe një herë book covers, domethënë mund të bëni pafund gjërash, edhe këtu lart keni edhe kategoritë dhe gjërat që mund t'ju ndihmojë Canva, si për pjesën e biznesit, si për pjesën e edukimit, dhe normalisht keni edhe pjesën e plans dhe pricing që të ofrojnë disa mundësi. Canva keni mundësi ta përdorni falas dhe gjithashtu është edhe një pjesë pro për dyqanin online që doni të krijoni, është e domosdoshme që të keni të paguar, domethënë do e merrni në fund të trajnimit, do ja dërgojmë te grupi që të regjistroni dhe futeni, sepse ka disa lehtësi dhe të lejon të bësh atë lidhjen me dyqanin online, por edhe falas për pjesën e postimeve ose dokumentave të ndryshme që ju duhen, mund ta përdorni. Por për pjesën e dyqanit është e domosdoshme që të kemi
Pron për të bërë lidhjen edhe pjesën e linkut. Tani do marrim një postim edhe të tregoj edhe faqen e punës. Kjo është faqja e punës brenda Canvas, pasi keni zgjedhur se çfarë do bëni. Unë këtë rast kam zgjedhur një postim në Instagram i bie. Do ju tregoj hap pas hapi elementet që ka Canva dhe editimet që ju lejon të bëni. Kjo është pjesa e elementeve, uploadimeve që mund bëni, tekstit, ka futur dhe një opsion të ri që është pjesa e draw, që mund të bëni disa vizatime ose disa vizime të ndryshme nëpërmjet këtyre toolseve që keni këtu. Dhe gjithashtu keni dhe pjesën e fotove, që këtu fotot i keni me pagesë, por edhe free, ata që kanë pron, ka një kosto mjaft të lirë nëse do e blini veç, por nëpërmjet kursit do e keni falas. Ju lejon që të merrni dhe foto që janë me atë shenjë, me atë simbolin e kurorës. Besoj se është e kuptueshme se për çfarë se për çfarë bëhet fjalë, domethënë, se unë për momentin është kjo kurora këtu, që zakonisht është e verdh, por në këtë rast nga që ne jemi pro, e kemi bler paketën e Canvas, dalin në këtë mënyrë dhe mund t'i përdorim pa problem. Për sa i përket pjesës së dyqanit, është mirë që të mos përdorni me elementet pro, pasi biznesi kur do të klikoj ose ai që është interesuar do klikoj tek linku juaj, i bie që do e blej sepse nuk e ka këtë akses te Canva. Pra, për dyqanin online, për postimet, për dizajnet që do bëjmë për dyqanin online, duhet kemi parasysh që duhet përdorim këto që janë pa kuror. Do përdorim pjesën e librit, e këtyre gjërave, domethënë ose varet çfarë lloj fotove do na duhet, pa pjesën e kësaj kurorës që ka këtu figura. Domethënë është mirë që të përdorim pjesën pa kuror, free, që në momentin që ai që është interesuar klikon tek linku juaj, ka mundësi ta ndryshojë foton dhe mos ketë këtë vështirësi që është me pagesë, i duhet të ripaguaj sërish përveç templatetit që ka bler tek ju. Për të marrë më në detaje, atëherë ka marrë një postim, nëse ne duam që t'i ndryshojmë në pjesën e backgroundit, mjafton të klikojmë te backgroundi dhe shkojmë këtu tek pjesa e background color dhe mund të zgjedhim çfarë do lloj ngjyre që neve na përshtatet ose na pëlqen, ose në varësi tash edhe një herë të kritereve që mund të na japi biznesi në rastin e rrjeteve sociale ose në rastin e dyqanit tuaj online, do zgjidhni disa ngjyra dhe do mbani ato ngjyra nga fillimi deri në fund. Unë po zgjedh këtë ngjyrë, duket më ëmbël më e lezetshme. Për sa i përket pjesës së shkrimit, mjafton të klikojmë 2 herë dhe këtu tek The Seasons kemi fonte të ndryshme që mund përzgjedhim për postimin ose dokumentin ose çfarëdo lloj gjëje tjetër që mund të na interesojë. Edhe këtu kemi me pagesë dhe pa pagesë, ju sugjeroj të përdorni ato që janë pa pagesë. Janë më të thjeshta, më të mira, por edhe në rastin që do ju duhet krijoni postime të gjëra, pastaj keni pafund mundësi që edhe me pron që mund t'i përdorni. Unë po zgjedh këtë që më duket më e thjeshtë, edhe shikoni dhe mënyrën si ndryshon komplet shkrimi. Këtu poshtë dua që të jetë më e errët ose dua që të jetë më bold, shkoj zgjedh një lloj shkrimi tjetër, por gjithashtu ju keni mundësi që edhe këtu lart nëpërmjet këtyre elementeve mund të ndryshoni madhësinë edhe pjesën e shkrimit. Nëse doni ta bëni italic si në Word, domethënë keni mundësi shumë kollaj me një klikim, mjafton të klikoni pjesën që doni që të ndryshojë dhe me një klikim bëhet. Nëse unë dua ta vizoj poshtë, mjafton ta klikoj pastaj underline edhe sërish të vizohet, siç po e shikoni besoj. Nëse shikoni këto janë 2 kuti, kemi 2 kuti këtu. Në qoftë se duam që ti ndajmë, mjafton që ti klikojmë dhe këtu kemi pjesën edhe tek efektet, por edhe tek ajo dhe kur e klikojmë gjithë këtë na del këtu lart vet automatikisht që mund t'i bëjmë veç e veç. Edhe unë klikoj në grup dhe të gjitha ajo kutia që ishte bashkë tani është e veçantë. Nëse më përpara nëse lëvizja kursorin e mouse-it lëvizte komplet shkrimi, tani unë zgjedh të ndryshoj ose të lëviz një lloj madhësie shkrimi. Tani unë ask yourself dua që ta bëj më të madhe, mjafton të shkojmë tek pjesa që është ngjitur me fontin dhe zmadhojmë tek plusi ose zvoglojmë tek minusi. Gjithashtu me anë të lëvizjes së kursorit mund ta lëvizim në çfarëdo lloj pozicioni që ne kemi dëshirë. Majtas djathtas lart poshtë, aty ku na duket më e përshtatshme për syrin. Gjithashtu nëse dëshironi që shkrimi këtu të jetë pak në lartësi me njëri tjetrin, do të thënë rreshti i parë me rreshtin e dytë, mjafton të klikoni tek kutia dhe të shkoni tek spacing
Dhe këtu keni dy mundësi, ose të largoni ose afroni distancën midis shkronjave të shkrimit, ose të largoni dhe ose afroni rreshtat midis shkrimit. Unë po zgjedh për pjesën e distancës së shkrimit, nëse shikoni, did you fail, po zgjerohet dhe po zvoglohet. Besoj se është e qartë, e kuptueshme, është shumë e thjeshtë besoj. Mua më pëlqen të jetë pak më e zgjeruar, pak më largësi nga njëra tjetra, ndërsa për pjesën e rreshtave, ja ta shohim si do duket më mirë. Do të thonë kemi letter spacing dhe line spacing që e zgjedhim sipas dëshirës se ku duam që ta shkruajmë shkrimin. Besoj se kuptohet dhe lëvizshmëria e kursorit që po bëj dhe shkrimit, po e lë në një distancë mesatare ose ajo që më duket mua më e përshtatshme për syrin. Pastaj pjesa e kreativitetit këtu mos më gjykoni, bëjeni sipas dëshirës edhe sipas preferencave tuaja. Dua që ta zbukloj pak a shumë dhe kutinë, siç e shikoni mund të ndryshoni kutinë ose edhe klikoni shkrimin dhe me anë të shkrimit mund të bëni ndryshime. Më pëlqente më shumë ashtu siç ishte në fillim dhe vendos në mes. Okej, kjo është okej këtu. Nëse dëshironi të keni efekte tek pjesa e shkrimit, mjafton që të klikoni tek effects këtu lart. Edhe ju dalin shkrimet të ndryshme që mund të editoni dhe mund të shtoni dizajnit tuaj. Unë po klikoj disa lloje në mënyrë që të shikoni se si ndryshon dhe se si bëhet pjesa e ndryshimit të shkrimit, është mjaft e thjeshtë. Mjafton të provoni dhe të zgjidhni atë që juve ju përshtatet më shumë për atë lloj qëllimi që keni për pjesën e biznesit. Përveç pjesës ndryshimit të shkrimit të shkronjave, keni edhe këtë opsionin e shape që mund të jetë drejt ose mund të jetë edhe në formë rrethore. Edhe kjo është interesante dhe shumë e lezetshme, që varet se si mund t'ju hyjnë punë në materiale të ndryshme. Kjo për shembull mund duhet për një pjesë logoje, nëse keni logo në mes dhe doni që të dalë shkrimi i anash i biznesit ose varet, domethënë se si është ajo që ju duhet bëni. Përveç pjesës shape-it, keni dhe pjesën e animacionit, domethënë e lëvizshmërisë së shkrimit. Besoj keni parë shumë video, shikoni në rrjetet sociale si bëjnë, thoni ju, ja përdorin Canva-n. Është kaq e thjeshtë, ka mundësi pafund. Ju shikoni, provoni gjitha dhe zgjidhni atë që ju intereson më shumë. Zgjidhni dhe mënyrën nëse doni t'ju vi nga lart, nëse doni t'ju vi nga poshtë, domethënë varet nga postimi që do bëni ose nga dizajni i dokumenti që keni për të pyes diçka? Po, më thuaj. Nëse duam ta ruajmë me lëvizje këtë dokumenti që sapo kemi krijuar, si çfarë ruhet që edhe në Instagram ose në rrjetet sociale të dalë i tillë? Shkon këtu tek share dhe ruan si video. Okay, në rregull. Është mirë ta ruar si video, domethënë që të jetë edhe këto teknika që po ju tregoj më së shumti, se për dokumenta nuk keni si të përdorni, përdoret për videot në TikTok dhe në Instagram për Reelsat. E kuptova, faleminderit. Edhe gjithashtu dhe për storyt, nëse doni që të keni animacione dhe të rriqni vëmendje për produkte të caktuara, këto janë më shumë për pjesën e rrjeteve sociale, po që unë po ju tregoj që të keni parasysh për çfarë lloj momenti që mund t'ju nevojitet Canva. Ja, mjafton të klikojmë thash edhe një herë këtu MP4 video edhe japim download. Edhe të del me lëvizshmëri. Nëse keni ndërmend për shembull që të bëni ndonjë blog ose ndonjë gjë ose produktet ose shërbimet caktuara, mund t'i shfaqni edhe në këtë mënyrë. Kjo është pak a shumë pjesa e shkrimeve dhe këtyre elementeve të vogla. Kjo ikona këtu është nëse nuk doni që ta lëvizni këtë shkrimin, të qëndroj statik gjatë gjithë kohës këtu, sepse duke u marrë me editime të ndryshme, ndodh her pas here që ju të editoni gabimisht një gjë që s'doni të prekni, që e keni të mbaruar, e quani të mbaruar, po pa dashje e lëvizni ose ndikon, që nëse dëshironi që kjo mos lëvizi dhe ta ndani mendjen që kjo është e mbaruar dhe nuk do preket, mjafton të klikoni këtë dhe kyçni si pozicion, ai nuk lëviz dhe nuk ndikohet nga asnjë lloj ndryshimi çfarë ju mund të bëni, pa dashje ose me dashje. Atëherë, për pjesën për shembull këtë boksin e vogël këtu, kutinë e vogël këtu, nëse dëshironi që ajo mos të duket, mjafton të shkoni tek position dhe çoni në pas. E vendosni pas. E shikoni si duket tani? Duket ndryshe. Nëse doni sërish të ktheni përpara dhe këtu keni mundësi, domethënë që mund ta lëvizni kutinë, siç po e bëjnë në këtë moment, domethënë varet edhe me objekte të caktuara ose me postime të caktuara që ju doni të bëni, e lëvizni në çfarëdo lloj pozicioni që keni dëshirë. Nuk e di nëse jam e qartë, besoj se është e thjeshtë dhe e kuptueshme. Nëse dëshironi ta ktheni aty ku është, mjafton me kursor të klikoni dhe e vendosni në mes.
Pjesa e positions gjithashtu vlen edhe për fotot, janë që se unë do uploadoj një foto të caktuar, po marr këtë me që më doli e para, e zvogloj dhe dua që t'jetë domethënë një pjesë, po e bëj sa për prov këtë, se thash varet nga ideja dhe nuk është se kam një ide fikse që po punoj. Klikojmë tek fotoja dhe vendosim pozicionin ku ne duam. Në këtë rast është mbrapa, na del mbrapa dhe nëse duhet të jetë në këtë formë ose të duket vetëm pak ose thash varet nga ideja që ne kemi ose nga qëllimi fillestar fare që do kemi në lidhje me një dokument ose një postim caktuar që do bëjmë me pjesën e Canvas. Kjo është pak a shumë pjesa e elementeve të Canvas. Thash te pjesa e uploadimit dhe një herë nëse ne dëshirojmë dhe nuk kemi asnjë foto që na pëlqen këtu, mjafton të shkojmë tek upload files dhe klikojmë foto ose video që duam të shtojmë nëpërmjet Canvas. Unë po marr ja të shoh tek downloads, të shikoj diçka tjetër që mund të fusim. Po marr WhatsApp image, më doli kështu rastësisht, edhe shikoni se si uploadet. Nëse mjafton që të shkoni upload files, të shkoni tek aty ku e keni ruajtur dokumentin ose foton e caktuar që keni gjetur nëpërmjet programeve të tjera dhe me një klikim ajo shtohet në dizajnin në postimin tuaj. E njëjta gjë vlen edhe për videot. Se pash që kishte edhe disa video këtu, mund të uploadohen domethënë pas një lloj vështirësie. Okej, mu larguan, por që domethënë është e njëjta procedurë, pasi kjo nuk është pjesa nuk është kompjuteri im edhe nuk di se sa mund të editoj, po besoj se është e qartë. Është e njëjta mënyrë si për videot si për fotot, mjafton që të klikoni tek fotoja video dhe ajo shtohet në mënyrë automatike te pjesa e Canvas. Janë që se do marr këtë, ja, e gjeta një video. Pas kemi edhe të tjera këtu. Presim sa të uploadohet edhe mjafton me një klikim pastaj dhe bëjmë pjesë të dizajnit të postimit tonë. E shikoni del këtu. Edhe për ta downloaduar është e njëjta mënyrë që mund ta downloadoni, e vendosim në pozicionin që duam, e vendosim për shembull këtu, unë dua që të jetë, kemi mundësi që ta presim gjatësinë e videos, edhe këtu keni disa opsione shumë të mira për sa i përket videos. Për shembull, nëse dëshironi që të duket vetëm një pjesë e videos ose doni vetëm 7 sekonda nga një video, me atë kursorit siç e bëra unë, mund ta lëvizni, i jepni down dhe vetëm aq shfaqet në atë që ju po punoni. Te position unë dua që kjo të jetë mbrapa, e vendos mbrapa sepse dua që të jetë vetëm si background, mjafton ta vendos mbrapa dhe kam video për background. Mua këtu ose që t'ja bëj paralelizmin më vjen në mend Instagrami, nëse keni parasysh, që kanë ato backgroundet e bukura dhe kanë shkrimin sipër. Okej. Kjo është për sa i përket pjesës së uploadimit të fotove dhe videove, unë po heq për momentin. Elementet të tjerë, po ashtu dhe dizajne keni këtu. Kjo e para, domethënë ka dizajne pafund që mund t'i shtoni dhe mund t'i merrni të gatshme dhe më pas t'i editoni në matësi nga më të ndryshme dhe ngjyra nga më të ndryshme. Tash prap mund t'i editoni. Këtu janë elemente të ndryshme që mund shtoni gjatë krijimit të një postimi ose një dokumenti, si për pjesën e stikerave të ndryshëm, si për pjesën, ja, këtu kemi disa foto, kjo është stiker. Këtu kemi lines and shapes, që mund t'ju duhen tash varet nga postimi ose ajo që doni të bëni. Herën e kaluar bëra një demonstrim, sepse njëri nga ju dëshironte të dinte se si mund, edhe po e marr tani po bëjmë një provë, ja mora një vi, ndoshta do dua që të duket këtu poshtë pjesës para editimit ose që është bërë tag, e vendos, mund me anë të kur klikoj këtu, më dalin dy vijanash që mund ta zgjeroj ose mund ta zvogloj. Ja, unë e bëra të vogël fare, mund ta lë diku këtu nga mesi. Besoj se po ndiqni, ë? E kam me grupin online, se grupi fizik po duket goxha i përqendruar dhe e kam këtu. Është e qartë për pjesën online që po ndjek? E hapi njëri mikrofonin, po nuk e dëgjova, tha po apo jo? Po e marr për Po, Okej, rro, shumë faleminderit. Ja, mund ta... Po, në rregull. Okej, shumë faleminderit. Mund ta editoni sipas dëshirës, edhe për pjesën që doni që të jetë më e trashë ose më e hollë, mjafton klikoni tek line style, edhe këtu keni ose doni të ndërprerë ose varet, domethënë çfarë preferencë keni, e zgjidhni se cilën format doni dhe këtu
me anë të kursorit e bëni më të trash ose bëni më të hollë. Do thënë edhe kjo varet për ide të caktuara që mund t'ju duhen, është goxha e thjeshtë dhe nuk është se ka ndonjë vështirësi të madhe. Ok, ja dhe pjesën e line-it që mund ta vendosim ndoshta këtu poshtë, po e bëj pak më të hollë, se nuk duket aq bukur. Ok, kjo është më estetike mendoj, sa për ta ilustruar. Ok. Kjo është domethënë pjesa e lines and shapes. Mund të merrni dhe, ok, më ngeli shtrembur kjo, por nuk po merrem më shumë. Shikojini vetë pjesën e balancimit edhe pjesën estetike. Edhe te pjesa e shapes, varet thash për shigjetan që se keni prezantime në shkollë ose në punë ose prezantime biznesi të ndryshme, i keni këtu ose nëse ju duan këto që do cilësoni ose vendosni cluster e gjëra të tilla, prapë do të mjafton me një klikim edhe ju shfaqet aty ku ju dëshironi. Ok, ja unë po e lëviz, po e vendos diku këtu, me anë të kursorit dhe këtyre pikave që janë anash, mund ta zgjeroni, zvogëloni, dhe në mes gjithashtu mund të shkoni tek tekst dhe të shtoni dhe tekst. Ok, e the heading, po këtu keni edhe tekste të gatshme me ngjyra nga më të ndryshme që mund t'i përdorni. Janë pafund, domethënë nëse kur të keni kohë, shikojeni, eksplorojeni, dhe keni pafund zgjidhje dhe shkrimesh dhe ngjyrash, por edhe nëse klikoni tek add the heading, e editoni vetë pastaj si të keni dëshirë. Ok, po bëj follow me, si që nisa herën e kaluar. Follow me. Ok. Edhe kjo do të thënë ishte një ilustrim i thjeshtë që mund shtoni objekte ose shepe të ndryshme në një postim ose diçka që po krijoni në rrjetet sociale. Pjesën e uploadimeve e tham, pjesën e tekstit ju ja shpjegova, besoj se nuk ka një paqartësi, mund ta editoni, mjafton të klikoni këtu, edhe zgjidhni fontin, këtu zgjidhni matësinë, këtu zgjidhni dhe ngjyrën, ja ta bëjmë një ngjyrë tjetër këtë, me që jemi këtu. Unë dua ta bëj bold. Edhe dua që ta bëj ngjyrë, të gjejmë një ngjyrë më të errët, po marr këtë lejlan e errët. Edhe direkt ndryshon. Edhe shikoni del me ngjyrën që ne donim. Nëse doni ta bëni të vizuar, ja ku e keni, nëse doni që t'i bëni të gjithë shkronjat mëdha, klikoni te kjo. Është pak a shumë si Word, pastaj kjo pjesa e editimit të shkrimit. Është goxha e thjeshtë. Edhe këtu mund zgjidhni nëse e doni të qëndrojë në mes, nëse dëshironi të qëndrojë anash ose mëson e zgjidhni vetë këtë pjesën e këtu. Kjo ishte pjesa e line spacing që thash, pjesën e efekteve e thash, edhe për pozicionin mund ta iku shkrimi, sepse klikova që të jetë mbrapa, mund ta vendos përpara. Dhe position është përveç pjesës së fotove, vlen për çfarëdo lloj gjëje ose objekti që ti vendos në Canva. Ka dhe diçka tjetër, është kjo pjesa këtu që është pjesa e transparencës, po doja t'rregoj me foto, po gjithashtu po e provoj edhe me shkrimin, që mjafton të klikoni këtu dhe zgjidhni se sa e dukshme doni që të jetë lloji i shkrimit. Iku fare shkrimi për shembull, ose dua të zbet. Shikoni si duket? Tek transparenca bëhet kjo gjë. Mjafton të klikoni domethënë edhe zgjidhni ju se si doni që të duket. Po. Kjo mund të bëhet edhe me ngjyrat? Kjo bëhet dhe me fotot, ja dhe me ngjyrat, ta provojmë, jo me ngjyrat nuk bëhet. Me backgroundin jo, po bëhet me fotot dhe me llojin e shkrimit. Domethënë të del vetë ikona këtu, anash, për ato që mund ta editosh. Është kjo pjesa këtu e këtyre pikave të vogla, kuadratit të vogël. Nësa ngjyrën, mjafton të klikosh këtu te backgroundi dhe ngjyrën e ke mundësinë këtu. Që ta, ja është kjo, klikon te plusi këtu dhe mund ta lëvizësh ku të duash, që ta zbehesh ose ta theksosh më shumë. Është e qartë? Edhe këtu keni dhe pastaj dhe kodet, se nëse dëshironi të krijoni, domethënë do keni dyqanin tuaj, do zgjidhni disa ngjyra specifike, është mirë që këto kode t'i mbani shënim, copy paste, t'i mbani tek notesi ose një dokument caktuar, që t'i përdorni për gjitha ato postimet ose që të keni një nuancë, që t'jeni të branduar sepse dukeni më profesional. Qofse edhe tek dyqani juaj, domethënë që do hapim në vazhdimsi, doni që t'jeni profesional, të dukeni sa më të vërtetë dhe t'i bitni ata njerëz që të klikojnë dhe të blejnë templetin tuaj, është që të kemi disa lloje ngjyra, domethënë të mbajmë një linjë, të mbajmë 3 ngjyra, të mbajmë një lloj shkrimi, të mbajmë domethënë të jemi të personalizuar, domethënë të bëjmë diferencën nga templetet e tjera.
Këtu mjafton klikoni 2 herë me CTRL-C ose edhe me tastën copy paste dhe i ruani në një dokument dhe i përdorni pastaj për ja tregoj më konkretisht, ta marr këtu, e bëra CTRL-C, edhe dua që edhe shkrimi këtu poshtë të jetë po në të njëjtën ngjyrë. Shkoj prap tek pjesa e ngjyrës këtu, më del prap plusi këtu, e bëj CTRL-V. Edhe e shikoni mu bë direkt në ngjyrën që është backgroundi. Sa më shumë të më pyesni këtu, aq më mirë është se mund të dalin dhe gjëra të tjera, domethënë që mund të më shpëtojnë gjatë rrugës duke menduar se i kam thënë. Kështu që mos hezitoni të më bëni pyetje. Okej. Pjesën e tekstit e tham, shkrimit e tham, ngjyrat e tham, gjë tjetër besoj se nuk kam mbetur, i kam cekur pothuajse të gjitha elementet. Këtu lart është heading që mund ndryshoni pjesën e, si do e quani, Instagram post ose që ta diferenconi nga materialet e tjera që ju mund të keni. Më thënë, vendosni emrin, siç bëjmë tek Wordi dhe dokumentat e tjera, edhe këtu keni mundësinë që ju t'i personalizoni dhe t'i vendosni titull që t'jetë shumë e thjeshtë. Kjo pjesa e kyçit këtu është e njëjtë pak a shumë dhe me kyçin që është lart, që e vendos në këtë mënyrë dhe nuk lejoni që dikush tjetër edhe kur e bëni share nëpër grupe, se Canva të lejon që të punosh në grupe, ai personi tjetër që bën share, kolegja, ka të drejtë që këtë mos ta prekë, ama mund të bëj edit një faqe tjetër. Ose ti i lë të aksesueshmi që të editoj faqen e dytë. Më kuptoni? I lëm vetëm këtë që e bën të klikueshme, e hap pjesën e drynit, si ta themi, kyçit, ndërsa këtë e mban të pa editueshme. Do të thonë këto janë mundësitë dhe lehtësitë që të ofron Canva. Pastaj nëse keni dëshirë që ta fshini ose këtë postim, mjafton që e shkyç dhe këtu e ke direkt opsionin delete page. Që se dëshironi dhe e fshit gabimisht, tek shigjeta këtu lart, undo, e kthen direkt. Pjesa e duplicate page është që krijon të njëjtin postim dhe mund të bësh editime të ndryshme këtu, për shembull nuk pëlqen kjo, i fshin dhe mban një dizajn të caktuar. Unë këtu e kisha bërë me dryn, e heqim drynin që të mundem t'i fshih. Siç e pa, domethënë nuk më lejohet të editoj nëse kam bërë lock dhe duhet ta hap që ta fshih. Okej, siç është kjo këtu. Më kuptoni? Edhe kur e kam të hapur më lejohet që ta fshih. Kur e kam të mbyllur nuk më lejohet që ta fshih. Doja t'rregoj edhe diçka tjetër, nëse ju dëshironi që të downloadoni vetëm foton e parë, kur shkoni tek share, klikoni download, do të keni parasysh që këtu zgjidhni se cilat faqe dëshironi të downloadoni. Të ndoni vetëm faqen e parë, doni faqen e dytë, edhe zgjidhni domethënë nëpërmjet saj. Nëse doni vetëm faqen e parë, klikoni këtu dhe më pas jepni download. Dhe del këtu page 1 per page, domethënë ajo që zgjidhni ju. Këtu lart mund zgjidhni formatin që doni ta downloadoni. Unë përdor shumë shpesh PNG dhe JPG, këto të dyja domethënë që kam edhe për pjesën e përditshmërisë dhe postimeve dhe gjërave që unë bëj në përditshmëri, ndërsa MP4 është për pjesën e videove. Ndërsa për pjesën që të jenë në sa cilësi sa më të lartë është JPG-ja dhe PNG-ja. Edhe pastaj mjafton që po, më thuaj. Po. Këto ruhen, domethënë nëse unë jo, atëherë nëse ti këtu shton e bëm share, këtë supozojmë që e mbaruam dhe i dam download. Okej? Atëherë, nëse ti do të shtosh sa më shumë faqe këtu, se ke për të bërë 10 postime dhe ose të bësh karosel. Karoseli ka 5 postime, ke hyrjen, ke 3 faqe me content, ke diçka të fundit dhe ke follow me e fundit. Kur ti e heq këtë, nëse shkon këtu tek home, do shohësh që një moment tek projects, të dalin projektet e tua, të deli të gjitha në një folë, do të thënë Canva nuk fshin asgjë, të gjitha i ke të ruajtura. Dhe nëse hap një postim tjetër, do shohësh ajo është i paprekur dhe qëndron aty. Ja, është kjo këtu, nëse hap unë tani këtë sërish, është e pa edituar, e paprekur. Më thënë Canva të lejon që 10 postime që ti bësh, shikoje? Është këtu, dhe 3 faqe sa shtova unë, se mbaj mend 3 pas kam shtuar, është këtu e paprekur. Domethënë, çfarëdo lloj gjëje që ti bën tek kjo të qëndron këtu. Dhe kur shkon tek projects, ja ku e ke të paprekur. Domethënë kjo është një tjetër që kam hapur unë, i ke të gjitha këtu.
tek recent, punët e tua ose old projects, i ke të gjitha aty dhe nuk të lëvizin ose nuk të ndryshojnë. Vetëm ke parasysh ti bësh vetëm me duplicate në një aty ku po punon, që mos hap një post të reja, domethënë mos kliko tek po shkon tek home, domethënë mos zgjidh për çdo rast që të bësh një post. Aty ku ishim vetëm bëj duplicate dhe nuk të hapet në gjithë telefonin ose varet në kompjuterin ku punon ti. Çfarë lloj ndryshimi që të bësh këtu, edhe ti nëse e heq me X, nëse unë heq tani të dyja me X, e hoqe pa dashje të ruhet. Automatikisht të ruhet. Mjafton keni internet gjithmonë, keni parasysh se po s'pat internet nuk ruhet, por kur keni internet, shkoni tek project dhe i keni aty të pa prekura siç e keni lënë punën. Ja sa të hapet pak, ja, është ky postimi i fundit dhe del në të njëjtën mënyrë siç e kishim në fillim. Ja, faqja parë, faqja dytë, kishin dhe një të tretë mos gaboj, po. Këtu mjafton të shtosh edhe pastaj i editon sipas dëshirës dhe bën kontentin sipas dëshirës. Kjo ishte për sa i përket seancës të parë, eca pak shpejt në mënyrë që të kapim ritmin e seancës së dytë, po nuk e di nëse ka ndonjë pyetje. Do thënë dua që të më bëni pyetje. Para se të kalojmë te pjesa e seancës që kemi për sot, që bie për mëtej. Kjo ishte për sa i përket seancës së parë, por edhe për ata që nuk e kanë marrë të regjistruar ashtu siç duhet. Më thoni që se kam ndonjë element, ndonjë gjë që nuk e kam përmendur. Këtu tek resize keni për shembull mundësinë se tani më kujtua, nëse kjo është në formatin e Instagramit, edhe nëse duam për story, mjafton të klikojmë resize. Edhe mund të zgjedhim çfarëdo lloj formati, vendosim këtu çfarëdo lloj gjëje që duam ta bëjmë. Ose të jepet edhe e gatshme se çfarë, do Facebook cover, Facebook post, do gjej story. Ja një moment, ja ku është Instagram story, mjafton të klikoj këtu, ose bëj copy dhe resize, që unë ta kem edhe në format për Instagramin dhe në format story, ose bëjmë vetëm resize, kur e kemi vetëm resize, kthehet e gjithë postimi siç kemi bërë tani ne këto, kthehet në formatin e story. Unë për veten time dua që ta kem edhe për feed edhe për story, dhe klikoj copy and resize, dhe më del një faqe tjetër, Instagram post, që unë do e emërtoj tani Instagram story, që është në formatin e storyt, por e shikoni? Këtë mund të ta jep Canva, që një gjë që keni përgatitur për post, mund ta jepni edhe për story. Ja? I heq këto dhe unë e kam të shënuar dhe punoj, tani mund bëj ndryshime, mund t'i zmadoj edhe mund ta përshtas për pjesën e storyt. Edhe për templatet caktuara që mund t'i keni bërë në formate të ndryshme dhe doni t'i ktheni në formate të ndryshme, mjafton t'i bëni resize, ajo kthehet në formatin, vetëm se duhet bëni pastaj disa ndryshime të vogla që t'i përshtatet formatit të ri që keni zgjedhur. Kjo është domethënë pjesa. Okej, kjo vija, e bëra të drejtë më në fund. I lëviz, domethënë bën editime të vogla që t'i përshtatet formatit që juve ju duhet. Mund të bëj një pyetje të lutem? Po, më thuaj. Në qoftë se një punim e kam lënë në gjysmë, si mund t'ia dërgoj dikujt tjetër që ai të mund të përfundoj punimin tim. Domethënë vetëm se të bëj editim. Okej, ja. Unë këtë e kam lënë skandal. Tash ko kam, tani do t'ja kaloj kolegut. Klikoj tek share. Po. Edhe këtu shikon people with access. Tu shkruan emailin e kolegut ose kolegës që do t'ja dërgosh. Unë po ja dërgoj vetes, Murati Fationa. Po. @gmail.com. Okej, për një moment ta gjej pak se ku është eti tani. Një moment. Ja ta marr nga Instagrami, ndjesë. Se dua t'ja tregoj tamam që ta keni parasysh edhe për gjërat e tjera që mund t'ju duan. Një moment, marr paketin. Okej. Do e tregoj, do hap edhe Gmailin tim që ta shikoni domethënë si funksionon nga fillimi deri në fund. Ishin tek story. Okej, Murati Fationa @gmail.com. Okej, klikojmë këtu invite Murati Fationa to come to the team, i bëj send dhe unë tani do hap emailin dhe aty më ka ardhur njoftimi, gjithmonë njoftimet vijnë në email dhe pastaj nga emaili mua më hapet direkt Canva. Ja të hap dhe Gmailin tim tani, që ta shikoni dhe ta keni parasysh. Ja, kështu pyetjesh dua,
që t'ju sqaroj sa më shumë dhe t'ju them sa më shumë. Shpërndaj sa më shumë informacion. Ja ku e kam emailin. Klikoj këtu. Në një moment. Sa ta konfirmoj. Ok. Si që shikoni, kjo është Canva që unë po punoj për momentin dhe thot like thought you to take a look, do më thënë dëshiron që të kishte një opcion që edhe unë open in Canva, klikoj open in Canva, do më thënë lexoj ftesën që më ka bërë faqja, edhe këtu më hapi dizajni në mënyrën që okay, ja. Edhe mua këtu lart do të dekona që ndërkohë po punoj edhe unë tek kjo template, tek ky template që këtu siç e shikoni del që është the city stats, që është template që ja dërgova. Do të thënë del se kush e ka bërë, kush është the owner, dhe pastaj mund vazhdoj me editimet pa asnjë lloj problemi. Ja, unë këtë nëse dua ta bëj të zezë direkt, e bëj dhe të njëjtën ndryshime mua shkojnë direkt më shfaqen tek ajo ku isha. Nëse do isha. Okej, të falenderoj shumë. Asgjë. Kjo është domethënë, dhe siç e shikoni jam tek ajo që isha në fillim, e mori direkt ndryshimin që më bëra nga Fationa, nga Canva. Mund të bëj një pyetje të lutem? Po, më thuaj. Po këtë pjesën e, domethënë që zgjedhim për Instagramin ose për faqet e tjera, mund ta bëjmë që në fillim, që mos të merremi pastaj duke rregulluar prap? Po, patjetër. Nëse shkojmë këtu, ja një moment, shkoj tek home, back to home. Unë këtu klikoj, këtu kam shkruar download free guide, klikoj Insta Story. Insta Story, edhe më dalin templatet. Një moment. Klikojmë këtu te templatet, jo tek ato që kam përdorur, sepse këtu më dalin edhe punët që kam bërë më përpara, që faqja ka bërë më përpara. Dhe këtu keni pafund që mund të merrni dhe ide, me thënë drejtën, Canva e keni shumë të mirë edhe për ide. Ja, kjo për shembull është super për një faqe që ka pjesën e rrobave, ose kjo që për pjesën e aksesorëve të ndryshëm, dhe mjafton të klikosh, edhe pastaj editon, është një njëjta procedurë. Besoj se është e qartë. Okej. Po, shumë e qartë. Do thash këtu tek search mund të shkruani çfarë do lloj gjëje, edhe ju del. Do të thënë çfarë do lloj produkti që të bëni, edhe nëse s'keni ide, doni të bëni një broshurë ose një flyer, mund të shkruani fashion flyer dhe të del. Pa e marrë kështu kot fare, sa për t'ju treguar si ide dhe ju dalin gjëra shumë të lezetshme. Ide shumë të lezetshme që ju thjesht pastaj punoni mbi to. Edhe fitoni dhe kohë. E shikoni? Është një mundësi shumë e mirë, domethënë, për pjesën e punëve dhe t'jep goxha lehtësi. Ose unë her pas here për shembull bëj shumë herë prezantime për trajnime të ndryshme që jap, edhe unë shkruaj PowerPoint presentation dhe më jepet mundësia që të editoj ose të kërkohet në bazë të interesave që unë kam, që doja t'rregoj për pak, tek all filters. Unë këtu e zgjedh për çfarë dua. Unë zakonisht i bëj për marketingun, trajnimet edhe zgjedh çfarë dua për marketingun. Dua për shembull po bëj prit. Po zgjedh një business card ndoshta, ose tek social media, mund zgjedh Facebook cover, Facebook post, do të thënë zgjedh çfarë do lloj gjëje që mund të më nevojitet mua. Ja, marr rastin e prezantimit me që unë nisa me prezantim, zgjedh formatin e prezantimit, e shikoni këtu, kam 3 mundësi që mund zgjedh formatin e prezantimit dhe pastaj këtu. E do thot modern, e do minimalist, e do profesional, unë zgjedh profesional dhe minimalist. Këtë herë po zgjedh profesional. Më poshtë thot se çfarë thimit, do të thënë çfarë ngjyre do që të më zotrojë, ose çfarë stili më saktë do që të më zotrojë. Jam te marketingu, mbetëm te marketingu. Nëse dua video apo audio, subject zgjedh prap marketingun, do të thënë keni pafund filtra që t'ju dali ajo që ju duhet. Okej? Zgjedhim edhe një lloj ngjyre çfarë duam këtu, po marr këtë të zezën, pastaj klikojmë këtu në fund, apply, edhe dalin ato lloje designers në bazë të atyre filtrave që ti vendose.
toleranca zero. E shohim dalin për digital marketing, edhe më dalin template punë që unë mund të zgjedh njërin që më pëlqen më shumë dhe e punoj dhe e editoj, personalizoj sipas dëshirës time. Mua më pëlqen më shumë kjo. Këtë tani unë e marr, jap customize this template edhe e editoj sipas dëshirës time. Okej, këtu më del vetëm një template, ndërsa këtu do më shfaqen edhe faqe të tjera që unë i bëj direct add. Thot apply all 10 pages. Unë mjafton të klikoj këtu dhe kam prezantimin gati, pastaj vetëm të ndryshoj fjalët edhe gjërat që më duhen. E shikoni? Këtu poshtë pastaj shfaqen që, do të thënë, formate të ndryshme për secilën faqe që ju mund bëni një prezantim ose diçka që mund keni për biznesin, për kompaninë ose tash varet tani. Kjo është domethënë pjesa e Canvas, edhe çfarë mundësish ajo të ofron. Nuk e din nëse ka ndonjë pyetje tjetër që ju vjen. E hapi dikush mikrofonin apo mu duk mua? Për pjesa si hapet një Canva, besoj se është shumë e thjeshtë, gjithë e dini. Mjafton të klikoni canva.com edhe zgjidhni si do e hapni si biznes, si person individual, si student, ose nëse varet tash nga ajo që keni. Mund ta hapni si team, si grup, si organizat, si biznes. Diçka tjetër që mund t'ju them unë këtu është që mund të keni time të ndryshme, që mund krijoni time të ndryshme. Këtu për shembull faqja është The City Stats, ama unë jam tek grupi Esmeraldos, i qendrës së kurseve. Më kuptoni? Më thënë dhe mund edhe këtu jemi 5 veta. Që ju për shembull keni diçka dhe një tim e mbani për pjesën e biznesit, një tim e mbani për pjesën e shërbimeve ose trajnimeve që mund bëni, domethënë i ndani sipas dëshirës. Ja, këtu e keni dhe butonin që mund të ftoni direkt individët, ose mund ta bëni dhe mënyrën që e tregova pak më parë vajzës. Gjë tjetër nuk e di çfarë ka mbetur. Besoj se i kam thënë të gjitha, nuk e di nëse ka ndonjë pyetje ose diçka që doni ta diskutojmë. Një pyetje. Më thuaj. Sa lek duhet të marrim neve në qoftë se arrim t'i bëjmë një postim ose një muaj postime? Si janë çmimet? Çmimet variojnë. Unë për shembull kur kam hyrë në fillimet e mia në pjesën që kisha startup tim sa e pata hapur, hyra me ofertë dhe thoja 50 euro, 15 postime. Në fillimet e mia. Disa faqe që kam hasur unë kanë 200 euro një muaj që përfshin pjesën e postimeve dhe disa story. Disa të tjerë që konsiderojnë vetëm një profesionist ose ofrojnë diçka më shumë, fusin edhe nga një video, 2 video e kanë 350 euro. Në moment, paktën në Tiranë, unë aty punoj edhe kam domethënë më shumë kontakte dhe njohjet, minimumi një pakete për rrjete sociale që ofrohet është 350 euro. Minimumi, që do të thënë je diku edhe statuash fillestar, po ke edhe eksperiencë. Po maksimumi? Maksimumi pastaj varet nga, do të thënë bëhen të personalizuara. Mund të ketë 1000 euro, ka do të thënë kompani që kanë arritur, kanë disa eksperiencë, kanë një portofol të mirë, sepse varet shumë nga portofoli dhe me bizneset që punon. Edhe mund të jetë minimumi 1000 euro. Që përfshin pjesën e reelsave, përfshin pjesën e postimeve të Canvas, përfshin edhe angazhimin në audiencën, përfshin edhe insightet, kontrollin e insighteve dhe domethënë ecurinë e gjithë postimeve dhe analizën e këtyre postimeve. Për shembull, nëse ti për një muaj një faqe të caktuar dhe bën 10 reels dhe pjesën tjetër ke postime, shikon se kush ka ecur më shumë dhe kush ka sjellë më shumë tek faqja. Domethënë është pjesa e analizës. Bën të personalizuara. Po unë thash, unë kam nisur para 2 vite e gjysmë, kam nisur 50 euro, 15 postime. Pata interes goxha, por këto të afat shkurtra nuk janë me benefit për biznesin. Edhe unë gjithmonë ja kam thënë dhe klientëve të mi dhe vazhdo t'ju them që nëse doni që të keni feedback për sa i përket rrjeteve sociale, Instagrami, TikTokut, është mirë që me mua si agjenci marketingut punosh minimumi 3 muaj për të parë rezultatet. Me një muaj nuk tregohet, nuk e kupton dot. Dhe me 15 postime, 50 euro është
nuk e kupton dot domethënë feedbackun që mund t'japin këto postime. Duhet një kohë gjatë, minimumi thash 3 muaj. Idealja do ishte 6 muaj që të punosh në një biznes që realisht të tregosh benefitet që të solli ky dizajni, që të solli ky postimi, që të solli ky brandimi ose e gjithë strategjia e digital marketing. Gjithashtu gjithmonë e ndërlidh me pjesën së varet, kur bën strategji, ofron pastaj edhe pjesën e promocioneve që ne do i bëjmë në orët e tjera, në 2 orët e tjera. Futet pastaj pjesa e mikroinfluencerave që ti nëse dëshiron që të eci më shumë, kap një influencer shumë të mirë që ja jep në formën e clearingut atë produkt ose shërbim caktuar që ai ta reklamojë, domethënë pastaj është komplet strategjia. Po vetëm me Canva unë fillimisht e kam nisur 50 euro 15 postime. Edhe në bazë të kësaj, pastaj llogaritën i vet, bën i vet ato pjesëtime shumësimet, rritej numri i postimeve, rritej edhe numri i bëhet ajo për pjesëtimin, kuptoni? Edhe shtoni diçka më shumë për 30 postime ose për 50 postime. Ose ka pasur raste unë të paktën kur kam punuar te Fiverr dhe Upworku, kisha të gatshme këto të Canvas dhe jepja dhe falas që ta mbaja si klient. Ai donte që të punonte një muaj me një paketë 500 euro. Unë për ta mbajtur si klient dhe më afatgjatë që t'i bëja qefin, gjithmonë i kam dhënë në template e falas të Canvas, jepja postime falas të Canvas, që kisha gati ose motivational quotes, ose ja pyetje të tilla, domethënë ask yourself, domethënë gjëra që mund ta angazhoni me audiencën. Edhe ju kur jeni në fillimet e juaja, ju sugjeroj shumë që t'jepni diçka më shumë, të ofroni diçka më shumë. Sepse atë do bëj ta ndjehet mirë klienti dhe mund t'ju mbajë edhe në vazhdimsi. Gjithmonë nëse është i kënaqur, pastaj edhe puna juaj është e mirë. Kjo është pak a shumë domethënë. Për sa i përket rrjeteve sociale dhe paketave. Por t'ju jap edhe diçka tjetër, ja një moment se kam të shënuar, që mund t'ju ndihmoj edhe në vazhdim, se besoj se ju jeni në fillimet edhe për sa i përket rrjeteve sociale. T'ju them çmimet që kam pas përdorur, nuk e di si janë ndryshuar tani, por për postim kanë qenë diku te 3 deri 5 euro postimi. Ndërsa me orë, për sa i përket Fiverr dhe Upworkut, ja një moment ta gjej pak ku e kam shënuar, që ta keni parasysh që ti ndërtoni në bazë të këtyre shifrave, sepse kështu funksionon tregu. Vetëm një moment. Mbajnë një shënim këto se mund t'ju duan, po i keni dhe të regjistruar? Okej. Ose tarifa para, se unë këtë e kam mbajtur kur gjithmonë keni parasysh në çfarë lloj tregu të hyni, bëni një studim. Edhe unë kur hapa agjencinë time, unë bëra një studim. Kam çuar email të gjithë agjencive që ishin një nivel më lart se unë në fakt, edhe disa që ishin sapo ishin hapur si unë, dhe merja, domethënë studioja tregun, shikoja se si më përgjigjeshin, shikoja tarifat që kishin. Edhe unë në fillim fare kur jam futur tek Fiverr dhe Upworku, kam studiuar, kam parë të gjithë ata që ishin fushën time, social media managers, bëhet fjalë, po, thash pak 1-2 vite më përpara. Shikoja gjithë domethënë çfarë çmimesh kisha dhe unë vendosja një çmim që ishte midis këtyre. Domethënë që mua klienti nëse vjet mos më thotë jo. Domethënë që se kam as të ulët, po se kam as të lartë. Dhe thash për postimet ka qenë 3 deri në 5 euro, ndërsa tarifa për orë para 2 vitesh ka qenë 30 euro. Nuk e di tani se thash, po merrem me pjesën e trajnimeve më shumë, jam fokusuar diçka tjetër dhe agjencia po më ecën më mirë dhe nuk merrem më me pjesën e Fiverr dhe Upworkut, se jam fokusuar, kam një fokus tjetër domethënë, po që tarifa ka qenë 30 euro ora. Edhe është mirë që të shikoni dhe eksploroni Upworkun dhe Fiverr, sepse nëse keni dëshirë që të jeni në shtëpi dhe keni qef të jeni në atë hapësirën tuaj, të punoni vetë, keni pafund mundësi dhe goxha të ardhura. Unë jam individ që kam qef që të jem me njerëz, kem kontakt me njerëz dhe prandaj po kaloj në pjesën e eventeve, kam kaluar në pjesën e trajnimeve dhe kam lënë pak pezu pjesën e Fiverr dhe Upworkut, ama e di që në çfarëdo lloj momenti që të kthehem, ka treg aty plot për të punësuar çfarëdo lloj mënyre. Sado fillestar tjerë, sado informacion të kesh, domethënë gjen hapësira ose ndoshta mund jesh i papërgatitur ose keni frikën e çfarë duhet bëj, jo po jam fillestar, jo po nuk di. Ka goxha kompani, besoni edhe unë fillimet e mia, kam pas goxha kompani që më ofronin të më mësonin, po vetëm që të kishin dikë që ta bënte atë gjë. Ishin të gatshëm që të më mësonin, vetëm që unë t'ja bëja atë gjë. Domethënë gjithmonë futuni dhe mos rrini duke parë dhe duke dëgjuar eksperiencat e tjerëve, sepse disa thonë që Fiverr dhe Upworku merr punë, do të rish 6 muaj, po do rish kështu. Unë kam marrë personalisht mbas muajit të parë të trajnimit te Fiverr. Te Upworku e kam lënë pak më vonë, është më profesional dhe ju sugjeroj që ta nisni me Fiverr,
edhe pse do dojë pak kohë që ju të rriteni dhe të optimizoheni dhe pastaj kaloni tek Upworku, sepse Upworku ka kompani më të mira, është treg profesional edhe krijon një shkallë tjetër profesionalizmi. Si mund ta bësh të pjesën e biznesit, domethënë si mund hapet kjo pjesa? E keni të regjistruar tek ajo që do ja japi Esmeraldo në fund të këtij kursi. E keni komplet për të platformat që fola. E keni aty domethënë është i regjistruar, i keni gjitha hapat edhe për çfarë do të gjëja pastaj mund të shkruani Esmeraldos për sa i përket për freelancing, ndërsa për Canva do flasim së bashku. Mund të bësh për diçka? Po, patjetër. Për dikë që ka një punë stabile shumë të mirë, thjesht kërkon diçka të dytë pak orash, që mos t'i haj kohën nga puna aktuale, çfarë rekomandoni? Pjesa e këtyre aplikacioneve që sapo përmenda Fiverr dhe Upwork është mirë, sepse ti mbaron punën që ke 8-4, se edhe unë kështu kam pas bërë në fillim. Në fakt kam qenë në shkollë, kam pas dhe shkollën dhe mbas dite bëja vetëm aplikime. Për shembull, në Upwork ke pafund punë që dalin që ti duhet të aplikosh. Që duhet shkruash që unë jam Rudina Madonna, kam këtë eksperiencë, aplikon, çon te portofolin tënd me punë. Do të thënë, krijon atë portofolin tënd me punë me disa postime të vogla që ke bërë ose disa eksperienca të vogla, sado të vogla që të kesh vendosi tek ajo dhe vetëm bëj aplikime. Dhe nga ato aplikime çdo 2 orë që ti mund të merresh mbas dite, të vjen puna e parë, të vjen puna e dytë dhe bën atë balancën, shikon dhe vetë po tjetër. Hap edhe letrën asaj. Edhe letrën. Okej, faleminderit. Unë kam bërë diku edhe tek 3 punë njëkohësisht, që kisha te Fiverr, Upworku, me pjesën e fizikisht që isha me biznese, domethënë të jep një lehtësi shumë të madhe. Pjesa e punuarit online edhe nuk të prish punë fare as në pjesën e punës që mund kesh aktuale. Falenderoj shumë. Asgjë, të lutem. Ndiqeni në fund fare kur t'ja dërgoj Esmeraldo pjesën e Top Influencers e trajnimit për punuar nga shtëpia, sepse është shumë punë e mirë, realisht. Dhe ata që kam disa të njohur se tash unë jam tërheq pak se jam fokusuar diku tjetër, se më pëlqen më shumë kontakti fizik me njerëzit dhe merrem me evente dhe me trajnime, ama miq të mirë që kam po bëjnë namin me lek. Vetëm për shkak të këtyre platformave. Ta bëjmë një pushim të shkurtër dhe pastaj nisim me seancën e dytë? Si mendoni? Në rregull, është shumë mirë. Patjetër. Që edhe ju të shqetësoni pak edhe të fillojmë pastaj prapë sërish. Në rregull, të shihemi. Okej, shihemi për 5 minuta, mjafton? Kur të shkojë 35, ngridhemi sërish. Kthehemi prapë. Në rregull. Okej, faleminderit. Kjo duket tani? Është e mirë, po kjo është më shumë për pasive. E ke kështu, nuk është se, si ta them unë,